Ish kreu i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore Artiol Saliasi është marrë i pandehur për punësimin në AMP të Muçi Shaljanit, që mbeti viktimën e atentatit mafioz së bashku me shokën e tij Gilman Dodani më 11 nëntor të rreth rrotullimi i Rinasit. Saliasi akuzohet nga Prokuroria e Tiranës dhe nga AMP për shpërdorim detyre. Gjithashtu i pandehur është marrë dhe Gëzim Sala, drejtori financës dhe shërbimeve mbështetëse pranë AMP. Ky i fundit më herët u pëzullua nga detyra, por me vendim të gjykatës së apelit, ai është rikthyer në detyrë, por hetimet ndaj tij vijojnë. Hetuesit kanë dyshimet e forta për mënyrën se si Muçi Shaljani u punësua në kundërshtim me ligjin brenda AMP, punësim që u bë me firmën e Artiol Saliasit dhe Gëzim Salës. Sipas organit të hetimit, Sala ka lejuar punësimin e Muçi Shaljanit si agent pranë AMP vetëm 6 ditë pas kërkesës që ai kishte paraqitur pranë këtij institucioni. Në shkresën e miratimit, Sala argumentonte se punësimi i Muçi Shaljanit duhet bërë me urgjencë për nevoja pune. Sipas burimeve, punësimi i tij është realizuar në dakordsi dhe me miratimin e Artiol Saliasit. Ka dyshimet e forta se rekrutimi i Muçi Shaljanit në AMP nuk ka qenë rastësor, por është bërë me qëllime të tjera që nuk kanë të bëjnë me profesionin, por për të shërbyer grupeve kriminale. Edhe pse viktima njihej për kontaktet e tij me botën e krimit, kjo nuk e ka penguar që të punësohej pranë AMP. Madje dyshohet se për këtë qëllim është gjetur eksaktësisht dhe funksioni që u dha që të kishte të bënte me vëzhgimin. Muçi Shaljani është një nga viktimat e masakrës në atentatin e Rinas. Ai u qellua me breshëri plumbash së bashku me shokun e tij Gilman Dodani, sapo ishin kthyer nga Spanja. Dani ishte krau i djathtë i Emiliano Shullazit dhe atentati ndaj tyre dyshohet se u bë për shkak të përplasjeve të bandave kriminale.